Të nderuar shikues, jemi drejt përse drejti nga tribuna qendrore e stadiumit Loro Borishit të Shkodrës, vetëm pak minuta përpara startit zyrtar të supersfidës Vllaznia Teuta, java e 31 e kategorisë A Biznes Superiore. Kam përzgjedhur sot në këtë pragneshje për të marrë një emocion, një figurë shumë të spikatur të medjes kosovare, por edhe me gjë evropiane, është Branin Gecaj, I cili është nga Kosovo, por ushton aktivitetin në Suedi dhe sa për informacion të shikuesve është autori I dokumentarit të kushtuar Kol Hidromenos I publikuar ditën e djeshme në Shkodër. Gecaj, me sa kam informacion për herë të parë në Loro Borishit. Po është hera parë që kështu dhe më duket një stadion shumë I bukur dhe e keni një ambient shumë bukur dhe një ngjarje sportive është hera parë që këtu dhe është hera parë që të bashkove Vllaznin dhe me vërtet ndi vetëm shumë mirë në këtë stadion. Nga producent I dokumentarëve I spikatur në rang evropian në një ambient sportiv. Ndoshta ndonjë ngacmim, ndonjë motiv më tepër për t'u bashkuar kësaj gjinie? Unë 2016 e kam bërë një film dokumentar, Tifozi, ku e kam përcjellur tifozin e kombëtarës tonë në Euro France 2016. Është një film dokumentar dhe është publik, mund ta gjeni tani në gjitha rrjetet sociale dhe kështu që nuk është kjo vetëm sot që unë merrem me futboll, sepse futbollin e kam pasion që nga fëmijëria, se unë kam luajtur pak kështu futboll, jo marr pak me futboll. Mirë, të futemi tek emocionet e pragneshjes së Vllaznia Teuta. Vllaznia është kryesuese e kampionatit, ndërkohë Teuta në vendin e 6 që lufton për të futur në katërt finaliste. Këndë një parashikim si tani në bazë për klasifikimit të tabelës duket se Vllaznia është pak më e fortë se Teuta dhe tani pasi që jam në Shkodër nuk do të jem politikisht korrekt, do të bëj tifo për Vllaznin. Natyrisht, sepse komuniteti kosovar përgjithsisht është me Vllaznin, ndërkohë që edhe Branin Gecaj as më tepër se sapo keni publikuar më herët dokumentarin kushtuar një figurë të madhe si Hidromeno, që u prit me shumë interes në Shkodër dhe do të jeni me Vllaznin. Gjithsesi, vjen shumë mirë, pra po e them edhe një herë, jam shumë I kënaqur me qëndrimin tim në Shkodër dhe me gjithë këtë mikpritje shkodrane e cila më vërtet është shumë e veçantë. Dhe falenderoj ty gaztë të cilin e bën një punë shumë të mrekullueshëm me raportimet e tua se I përcjellin në internet edhe nga Suedia. Shpresoj se ti do na ndjekur në Kosovë dhe në Suedi, miq tuaj, pse jo? Edhe vajza juaj që është basketbolliste, Po, Hana është basketbolliste, Hana quhet, është basketbolliste. Për momentin është e lënduar, është në rehabilitim, por ka luajtur edhe për kombëtarën suedeze dhe në moshën 15 vjeçë dhe tash është duke rehabilituar dhe shpresojmë që do të jenë dhe do të luajnë në për Shqipërinë o për Kosovën. Ma e di parashikim me shifra, ndoshta e di gol. 2-0 për Vllaznin. 2-0 për Vllaznin parashikon Branin Gecaj, që jemi shumë I njohur I medjes, gazetar, por edhe producent kryesisht I dokumentarëve historik. Njëri prej tyre shtami ishte për Hidromenos, që u publikua djetë në Shkodër. Branin, faleminderit. Ju falenderoj juve për kohën dhe ju dëshiroj punë të bashkë. Do takohemi pas ndeshjes për të mësuar edhe për të parë se si do të jetë parashikimi juaj. Tash do ta shohim dhe do të presim. Keni pak durim, besoj që do të jetë 2-0. Të ndërshikues, kjo është liga e parë nga stadiumi Loro Borishi për ndeshjen Vllaznia Teuta, do të jemi me të tjera figura interesante që dhe nga bota e futbollit. Ne jemi në rrugë.